që keni pa, sot ne zbuluam kandin e shitjeve mu këtu në aeroportin e Prishtinës, që ka qenë një veprim jashtëzakonisht i mirë, një veprim historik ta themi, në përkrahje të mbijeturave të dhunës seksuale gjatë luftës, mu në përvjetorin e 25 të themelimit apo të inaugurimit të rezolutës 1325 që ka të bëjë me gratë, paqen dhe sigurin. Dhe ky projekt nuk do të ishte realizuar pa ndihmën dhe përkrahjen e jashtëzakonshme fillimisht nga ambasadori, nga ambasada e Turqisë në Prishtinë, nga i gjithë stafi, por edhe nga stafi dhe menaxhmenti i aeroportit në Prishtinë. Ka një proces i cili është filluar me negocimin e fondacionit Yayaga, me punën dhe përkrahjen e 2 qendrave, qendrës në Drenaz të udhëhequr nga zonja Kadirja dhe nga Linda Sada qendra në Gjakov, dhe nga sot e tutje i kemi këto produkte që janë punuar nga duart e arta, nga ato që unë i them janë heroinat e gjalla të Kosovës, sepse përderisa ne si të gjithë qytetarët e Kosovës kemi gëzuar lirinë tonë, kemi gëzuar pavarësinë tonë, ende këto gra dhe këto burra që janë të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, ende ballafaqohen me pasojat shumë të thella që ata dhe ato kanë përjetuar gjatë luftës, sepse neve dimi shumë mirë që dhunimi është përdorur si mjet luftës në Kosovë. Dhe unë gjithë karrierën time në fushën e grave paqes dhe sigurisë, nga pas lufta dhe sidomos pas marrjes së mandatit si presidente e Republikës së Kosovës në vitin 2011, ja kam dedikuar të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Pra, përtej atyre obligimet e tjera kushtetuese dhe ligjore, një pjesë e madhe e përkushtimit tim dhe asaj pasionit tim për përkrahjen ndaj të mbijeturave të dhunës seksuale gjatë luftës ju kam kushtuar pikërisht këtyre kategorive. Dhe sot dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre qytetarëve, të gjithë atyre turistave që kalojnë përreth këtij aeroporti të ndalin në këtë kand që ne i kemi referuar si një qast për të, që të ndalen, të shikojnë dhe të marrin një kujtim nga Kosova, por nuk është vetëm një kujtim nga Kosova, po kjo është një punë e cila është bërë me shumë pasion nga këto gra, që ka qenë edhe si pjesë e trajtimit të tyre, por është edhe pjesë e dhimbjes së këtyre grave dhe burrave të Kosovës, dhe një simbol i vogël nga këta qytetarë tanë, nga këto vizitorë që vizitojnë Kosovën, është një ndihmë e madhe për të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Edhe njëherë dua ta theksoj se pa ndihmën dhe përkrahjen e madhe të ambasadorit dhe mikut të madh të Kosovës, kjo nuk do të kishte qenë e pamundur. Kështu që ambasador, të faleminderit shumë për gjithë ndihmën dhe përkrahjen juve, stafit juaj në ambasadë, por edhe menaxhmentet e aeroportit dhe 2 qendrave për realizimin e një projekti kaq të madh, po me kaq rëndësi të madhe për këtë kauzën tonë. Thank you very much, Madam President, for this great initiative. As a Turkish embassy and the companies of Turkey here in Kosovo, we will be happy and proud to be part of this important and meaningful project. From Drenaz and Jakova, women who used to be the victim of the war, thanks to the support of Yayago Foundation, initiative of Yayago Foundation, they can find a kind of spiritual rebirth, first of all. And second of all, which is equally important in my opinion, they can find an opportunity to get financial support for the beautiful work that we all see here. I think it speaks more than words. So as an ambassador, as an embassy, as the companies of Turkey here, we will be proud and happy for this opportunity. So first of all, I want to thank President Yayaga, but also I want to thank Limak as the operator of Adem Yaşar International Airport. They are also part of this important project. Thank you.
Yok sayın. Onlardan birini fazla olmak söylesene. 5-10 saniye Perfect. Güzel. Bukur. Türk mutfağına da benziyor ya. Evet. It also looks like little bit Turkish cuisine. İstanbul Havalimanı advertise his videos and one of us. If you like, you can put also your products too.